Institucionet më të rëndësishme financiare dhe energjetike në botë kanë dhënë alarmin për tregjet globale. Fondi Monetar Ndërkombëtar, Banka Botërore dhe Agjencia Ndërkombëtare e Energjisë u kanë kërkuar qeverive të shmangin veprime që mund të thellojnë krizën aktuale të energjisë. Në një deklaratë të përbashkët, drejtuesit e këtyre institucioneve paralajmëruan se grumbullimi i rezervave energjetike dhe vendosja e kufizimeve për eksportet mund të përkeqësojnë atë që e quajnë goditjen më të madhe ndonjëherë ndaj tregut botror të energjisë. Drejtoresha e Fondit Monetar Ndërkombëtar, Kristalina Georgieva, bëri thirrje për vetëpërmbajtje, duke theksuar se parimi kryesor duhet të jetë të mos dëmtohet më tej ekuilibri i tregut. Sipas saj, shqetësimet janë rritur sidomos në vendet e Azisë, Afrikës nënsahariane dhe paqësorit jugor, ku shumë ekonomi përballen me pasiguri për furnizimin me energji. Edhe drejtori i Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë, Fatih Birol, kritikoi disa vende që poshtojnë rezervat e tyre në vend që të përdorin stoqet emergjente për të stabilizuar tregun. Këto paralajmërime vijnë në një moment tensionesh të larta gjeopolitike, pasi ushtria amerikane ka nisur bllokimin e anijeve që largohen nga portet iraniane, ndërsa Teherani ka kërcënuar me kundërpërgjigje pas dështimit të bisedimeve për paqe. Si pasojë, çmimi i naftës u rikthye mbi $100 për fuqi, ndërsa që nga fillimi i konfliktit është rritur me rreth 50%. Rritje janë shënuar edhe te gazi natyror dhe plerat kimike, duke shtuar frikën për krizë ushqimore dhe humbje vende pune. FMN dhe Banka Botërore tashmë parashikojnë rritje më të ngadaltë ekonomike globale dhe inflacion më të lartë si pasojë e luftës. Ndërkohë, Agjencia Ndërkombëtare e Energjisë njoftoi se ka hedhur në treg rreth 400 milion fuqi nafte nga rezervat dhe është gati të ndërhyjë sërish nëse situata përkeqësohet më tej.